do ju kërkoj 2 minuta kohë për të folur për rjollin tim, sepse aty është plaga ime më e madhe dhe është arsyeja pse unë kam prej 4 muajsh që protestoj çdo ditë përballë policisë, përballë securit dhe përballë këtij shteti që vetëm drejtësi nuk jep. Pretendojnë të thonë që jeni kundër investimeve dhe kundër zhvillimeve. Rjolli nuk është kundër zhvillimeve dhe investimeve, por rjolli është kundër grabitjes së pronës. Për gjithë ambientalistat është më se qartë që rjolli është një zonë e mbrojtur me një rëndësi ndërkombëtare. Është një prej korridoreve ekologjike më të rëndësishme të Bashkimit Evropian, ndaj kjo është një thirrje edhe për Bashkimin Evropian që të kthejnë syt nga rjolli dhe të shikojnë çfarë po ndodh. Ai resort që po ndërtohet sot në rjoll, si dhe 3 resorte tjera që kanë marrë leje për të ndërtuar, do bllokojnë kanalet ekologjike të shumë shpendëve. Janë mbi 180 shpend që shtektojnë nga Europa dhe kanë një nga dalesat e tyre në rjoll. Ndaj është një pikë shumë e rëndësishme. Gjithashtu është një zonë shumë e rëndësishme Ramsar, është pjesë e konventave ndërkombëtare dhe shteti shqiptar përderisa është bërë pjesë e konventave ndërkombëtare duhet i respektoj ato dhe nuk mund të ndërtoj në atë tokë. Gjithashtu, duhet të respektoj banorët autokton që jeton prej shekujsh aty. Unë ka një lajm shumë keq për gjithë sonte, por normalisht plagë e madhe kjo dhe lajmi i keq është për gjithë rjollorët që dje janë zgjuar me tokën e tyre të rrethuar me tel me gjëmba. Dhe ne dim pse e bëjnë, sepse ata pretendojnë që ne do fokusohemi te rjolli dhe do humbim vëmendjen nga ajo që na ka bashkuar, largimi i kësaj qeverie. Largimi i kësaj kase politike që na ka uzurpuar çdo hall të shtetit tonë. Rjolli do shpëtoj ditën që Shqipëria do shpëtoj. Absolutisht ju bëj thirrje të madhe gjithëve që të suportoni dhe rjollin në këto ditë, që të hiqen telat me gjëmba, që janë më keq se burgjet e sigurisë lart, është banale ajo që ka ndodhur këto ditë në rjoll. Por ne nuk duhet të harrojmë fokusin kryesor, që është dorëheqja e kësaj qeverie, dorëheqja e kësaj kase politike dhe shpëtimi i Shqipërisë një herë e mirë. Shpëtimi i rjollit, i Thetit, i Valponës, i Nardës, Vërrecit, Kurdalis, Pogradecit, Sarandës, Putritit. Është momenti jonë të shpëtojmë çdo qytet, çdo zonë të mbrojtur dhe çdo hall të jetës tonë në këtë vend. Daj do ju thrasim fort, Rama ik, Berisha ik! 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 Jeni më të mirë të botës dhe përderisa kryeministri pretendon të tallet me ne, na vjen keq zoti kryeministër, po ne jemi qytetarë që të kemi dhënë mandatin dhe na takon ne që të tallemi me ty, se ke 35 vjet që tallesh me ne. Po kjo rezistenca jote ka friksuar, të ka prish gjumin ty dhe Sali Berishës, por kjo nuk do ja prish jetën shqiptarëve dhe rinisë shqiptare. Ne do vazhdojmë të rezistojmë, ne do vazhdojmë të jemi çdo ditë më të fortë, çdo ditë më shumë, derisa zëri jonë të shkojë aty ku duhet dhe ju të shporreni nga politika shqiptare. Fjallën e ka Zotja Artur Qallari. Bravo Turo! Të nderuar qytetarë të Tiranës, të gjithë Shqipërisë, të Rjollit, të Zvërnecit, të Nartës, të gjithë shqiptarët në Shqipëri dhe jashtë vendit. Kjo protest është një moment historik në Shqipëri. Ne po ndryshojmë mënyrën e të qeverisë. Ne po ndryshojmë, ne po kërkojmë një shtet të drejtë, ligjor dhe të barabartë për të gjithë. Zvërneci ishte pika e ujit e cila u shikon. Por Edi Rama kërkon ta devijojë atë, duke trajtuar s'ka projekt, do respektohet mjedisi. Jo, Edi Rama ka shkatëruar të gjithë Shqipërinë. Unë mund t'i kujtoj vetëm
disa projekte. Aeroporti i Kuksit, asnjë avion nuk ulet e ngrihet. Dhe koncesionari çdo muaj merr parat nga shteti shqiptar për pasagjerët e munguar. Porto Romano, a e mbani mend çfarë thoshte kryeministri, do bëhet baza e NATO-s. Nuk është as e NATO-s dhe as ka për të bërë porti i Shqipërisë, sepse është pas studim fizibiliteti në një vend që nuk mund të ngrihet port tregtar. Porti i Durrësit është krim shtetëror. Është krim shtetëror. Është porti i vetëm tregtar në Shqipëri, i cili mban lidhjet rajonale dhe ndërkombëtare, i cili favorizon pozicionin gjeografik të Shqipërisë, por Edi Rama tentoi ta kthente në një port turistik. Nuk do ta kthej dot. Nuk do ta kthej dot. Sepse armiqt që ai nuk i ka shpallur, po ja u themun janë NATO, BE dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si për portin e Durrësit dhe për Porto Romano. Mund të vemi dhe më poshtë, mund të vemi në Palas, në Dhërmi, e keni parë çfarë ka ndodhur. Është tjetërsuar mjedisi, kapacitetet mbajtëse janë më të mëdha se vetë Bregdeti. Mund të vemi më poshtë në Limion, e cila nga bazë detare u kthye një resort ose u projektua për një resort për oligarkët. Dhe në të gjitha këto projekte janë oligarkët, duke përfshirë Sazanin, Zvërnecin, apo dhe Pashalimanin, që janë hequr 80 hektar, janë vetëm 14 hektar bazës. Pra, kemi të bëjmë me një kryeministër, jo vetëm që vjet pasurin publike, por është kërcënim për sigurinë kombëtare të Shqipërisë dhe të aleancës. Është kërcënim për sigurinë kombëtare të Shqipërisë dhe të aleancës. Sot Porto Romano nuk është më porti NATO-s. Nuk ka asnjë shpresë, e di dhe Edi Rama. Ka 3 herë ka dështuar tenderi, do t'i dështoj përsëri, por nuk e hap dot. Pse? Sepse në fakt qeveria e Edi Ramës dhe Edi Rama janë jo vetëm të korruptuar, por ata janë të lidhur me oligark shqiptar dhe ndërkombëtar, njerëz në kërkim. Po bani më në Pashaliman, 80 hektarët i ka marrë një prestanome italian i cili është në hetim në Itali. Të gjitha kontratat e Ministrisë së Mbrojtjes, ja u ka hequr aleatëve tanë strategjik, ja ka dhënë një në kërkim, një flitet, nuk është izraelit, pashaportën ka izraelit, nuk është izraelit, është i kërkuar ndërkombëtar, është në korrupsion, në kërkim ose në hetim nga NATO. Pra, Edi Rama e di fundin e tij. Unë një gjë dua të them. Edi Rama nuk ikën vetë. Nuk ikën vetë. Ai e di fundin e tij. E di fundin e tij. Por qëndrueshmëria jonë duhet jetë shumë e madhe. Ne duhet të qëndrojmë deri në fund. Derisa të iki. Pse? Sepse kontrolli çdo lloj qeverie që të vijë duhet të kontrolloj dëmin që është shkaktuar këto 35 vjet. Dhe dëmi shkaktuar, kontrolli i dëmit shkaktuar fillon vetëm me një kusht: dorëheqja e Edi Ramës. Faleminderit. Raman Burg Berishan Burg! Raman Burg Berishan Burg! Sigurisht që këta janë mërzitur dhe këtë e keni shpjeguar me një thirrje që lindi këtë protest. Dhe ajo është: ju erdhi fundi! Ju erdhi fundi! Ju erdhi fundi! Sigurisht që çdo njeri
çdo politikan i cili e din që po i vjen fundi është i mërzitur dhe do dalë totale të përtas të zgjedh me gazetar, me influencer, me gjithë, sepse po i vjen fundi. Ne jemi këtu sot përsëri si çdo ditë tjetër për t'i thënë se të erdhi fundi. Bravo gjithë. Fjalën e ka Greta Fajni, i student i dhjetorit të 2018-s me cilin jam njohur që atëherë. Përshëndetje gjithëve. Ne jemi mbledhur këtu dhe jemi shumë e shohim njëri tjetrin, por unë kam vetëm një pyetje. E dini kush është dhe një nga arsyet kryesore se pse jemi mbledhur këtu? Sepse kemi 35 vite që neve vazhdojnë dhe na premtojnë të njëjtat gjëra. Vazhdojnë dhe na premtojnë rotacion politik. Vazhdojnë dhe na premtojnë zgjedhje të lira, por në fakt a ka ndodhur ndonjëherë kjo? Dhe çfarë ndërtuan këto? Ndërtuan një sistem hibrid, një sistem ku komunizëm nuk i quajmë, por ka të gjitha elementet e një komunizmi, ku demokraci nuk është, sepse janë jo vetëm elementet komuniste, por këto kanë dhe pushtetin, ka dhe ngurin dhe arrën dorë. Këto kanë çdo gjë e kanë vendor për të mbajtur pushtetin e tyre. Dhe di pse mbajnë këto pushtet? Sepse këto kanë frikë t'japin llogari, kanë frikë që në momentin që mbaron ky tranzicion, kanë frikë që të japin llogari pranë organëve përkatëse. Dhe prandaj ne sot jemi këtu. Jemi për t'i dhënë fund këtij tranzicioni. Jemi që ne të garantojmë zgjedhje të lira, të garantojmë procese të lira, të garantojmë institucione ligjore, ku njerëzit, ku të gjithë ne të kemi besim të drejtësia, të kemi besim të njëri tjetri. Prandaj, përveç se Rama ik, unë mendoj që duhet kemi dhe një thirrje tjetër. Një thirrje që ne të garantojmë që i gjithë ky proces të kenë një tranzicion të drejtë dhe të ndeshëm. Prandaj, ajo që neve, pjesë shtesë të kërkesave, duhet kemi një qeveri tranzitore, një qeveri që të garantojë të gjithë këto procesin. A jeni dakord që të kemi qeveri tranzitore? Qeveri tranzitore, qeveri tranzitore, qeveri tranzitore, qeveri tranzitore. Dhe një thirrje të fundit kam. Jemi mbledhur gjithë këtu. Ramamburg, Berishamburg, Ramamburg, Berishamburg, Ramamburg, Berishamburg, Ramamburg, Berishamburg. Dhe përveç kësaj vetëm një gjë, jemi mbledhur këtu, po mos harroni se të gjithë njerëzit që jemi ne këtu, jemi sepse kemi besim te njëri tjetri, sepse suportojmë njëri tjetrin, pavarësisht ndasive, mendësive, politike, filozofike, nuk ka rëndësi. Ne kemi vetëm një qëllim të vetëm, që është ikja e kësaj qeverie dhe është që ne të ndërtojmë një Shqipëri më të mirë dhe për veten. Shqipëri e re! 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 Për këtë protest e kanë marrë vesh gjithë, e kanë marrë vesh në Europë, në Amerikë, në Asi, kudo. A e dini ku nuk e kanë marrë vesh për këtë protest? Kemi kaq kohë që i kërkojmë Bashkisë Tiranë që të lidhë një kapull që të marrim energji elektrike dhe nuk na japin. Është e turpshme se sot protestojmë për 10 ditë me generator sepse këta nuk na japin drita.
tregon edhe për ne. Për ne tregon sa të fuqishëm jemi, e për ata tregon sa frikë na kanë. Ndaj, me që thash që ka marrë vesh gjithë kush për protestën tonë, fjallën duhet ja jap një vajze që ka ardhur nga jashtë për të folur sot në këtë protestë. Dëgjojmë. Përshëndetje. Përshëndetje fytyrës më të bukur të Shqipërisë. Fytyrës Shqipërisë re. Ky është qartësisht një moment historik. Është moment historik sepse për herë të parë, pas 35 vitesh, shqiptarët bëhen bashkë përtej afiliacioneve të vogla politike. Është moment historik sepse për herë të parë, pas 35 vitesh, shqiptarët dëshmojnë se Shqipëria është mbi gjithçka. Është moment historik sepse për herë të parë, pas 35 vitesh, shqiptarët tregojnë se nuk në përkëmben dot nga askush. Sepse po shpaloset fytyra më dinjitoze e Shqipërisë. Është moment historik, miqtë e mi, sepse sot shënjojmë fundin e tranzicionit të tezgjatur. Sepse sot fytyra europiane e Shqipërisë është kjo protest jeni ju. Sepse sot Shqipërisë i dalim vetë për Zot. Prandaj gjej rastin të thrasë bëjthire për çdo shqiptar që s'është ende këtu, ka bashkohet për ditë këtu në bulevard, sepse është një përjetim që i takon kujtdo e do Shqipërinë vërtet. Në fund, unë ndesha t'ju thoja dhe turoja që Zoti ta bekoj Shqipërinë, por bekimi i Shqipërisë është ndërkohë këtu, bekimi i Shqipërisë është kjo protest, bekimi i Shqipërisë jeni ju, faleminderit. Shqiptarët në fakt e kanë lënë Shqipërinë gjithë këto vite, rreth 1 milion thuhet prej 2015-ës, për t'ikur drejt vendeve të Bashkimit Evropian, për të ndërtuar të ardhmen e tyre atje. Ka 10 ditë që shqiptarët po i lënë vendet e Bashkimit Evropian për t'u kthyer këtu. A e dini pse? Sepse kjo është e njëjta arsye për cilën ata kanë ikur. Ata kanë ikur sepse nuk kanë pasur shpresë se këtu mund ta ndërtojnë jetën e tyre. Ndërsa tani ata janë kthyer sepse ju jeni shpresa e një Shqipërie të re. Shqipëri e re, Shqipëri e re, Shqipëri e re, Shqipëri e re. Të gjithë bashkë, sidomos duke na u bashkuar edhe diaspora, edhe shqiptarët e trojeve, po që do ta bëjmë Shqipërinë e re. Shqipëri e re! 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 Në fakt, sot do të kemi disa fjalime të atyre që kanë ardhur nga diaspora. Daj fjallën ja jap Arbër Leshit, një aktivisti që është kthyer nga Austria vetëm për këtë protest. Bashkëanëtar që e keni mbushur këtë shesh, ashtu si që keni mbushur këtë shesh, e keni mbushur diasporën të shqiptarë kudo në përbot me shpresë. Nga Londra në New York, nga Vienna në Toronto, nga Roma në Washington,
sheshet e botës janë mbushur me shqiptarë që protestojnë bashkë me ju, në solidaritet me ju. Qeveria më e korruptuar që shqiptarët kanë parë dhe kanë provuar ndonjëherë, sot pretendon se ka 800.000 njerëz që kanë votuar e përrjedhoi majorancë. Por ju kujtojmë se shqiptarët janë mbi 4 milion dhe në 30 vitet e fundit 1,5 milion shqiptarë janë larguar nga vendi për shkak se këtu jemi në një ambient social, ekonomik të pabanueshëm për një vend evropian. Protesta juaj e cila nisi për shkak të dhunës shtetërore mbi njerëz autokton në tokat e tyre, në Rjoll, në Zvërnec, e ku do tjetër në për Shqipëri, ishte pika e kup mbushjes. Dua vetëm t'ju kujtoj, dua vetëm t'sill këtu dhe zërin e disa njerëzve nga zona ku unë vi, nga Mati, zërat të cilat nuk dëgjohen as në media e as kund. Problemet e këtyre njerëzve që kanë 40 vjet pa rrugë, pa ujë të pishëm, në Zallgjoçaj, në Kurdari, atje banorëve po ju merret ujë i pishëm për ta çuar ujin në hidrocentralet e oligarkëve të lidhur me këtë qeveri dhe me këta ministrat korruptuar. Prandaj, bashkë me ju, edhe diaspora, e di shumë mirë se sa të këqija i kanë ardhur këtij vendi nga kjo qeveri, nga ky kryeministër. Por sot i bëjmë thirrje se më në fund ka në dorë që t'i bëjë një të mirë Shqipërisë pas gjithë atyre të këqijave, të japi dorëheqjen përfundimtare. Dorëheqje! 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 Një nga shtresat që janë dëmtuar më shumti gjithë këto vite janë profesionistët e lirë dhe klasa e mesme. Duket sikur atyre ja u kemi pakur zërin dhe nuk i kemi dëgjuar kur të flasin. Ndaj sot kemi kënaqësinë të kemi një stomatologe që do të thotë 2 fjalë. Mirëmbrëma, Kuksi, Tropoja, Puka, Lezhë, Mirdita, Durrësi, Tirana, e gjerë jugu poshtë. Rama ik! Rama ik! Berisha në burg! Jam nën, jam e revoltuar këtu në këto podium për shumë e shumë arsye, për shumë përballje në përtyret e spitaleve, të cilët janë të gjithë të korruptuar, pa përjashtim. Dua të citoj 2 vargje, të cilat i ka interpretuar Indjeri Mirushka Bashi. Jam shqiptar, paj kosovar, zot e bujar, zot e krenar, mbi këto dhe që e kam si fe, paj edhe për mbi fe e kam vatën, e kam më dhe, ti është kjap për vërtet, ti është kjap për të rejtë që la përret, paj unë jam barbar, paj jo bre, nuk jam si vërtet ti, nuk jam si për që ti është kja i zi, pa i vëndin ti me dua, pa i lirin e dua e nuk dua sot mbi mua.
më shumë, sepse ky vend drejtohet vetëm nga ne. Ne e ngritëm këtë njeri dhe ne mund ta ulim këtë njeri. Ftoj të gjithë të rinjt, ftoj të gjithë nënat, të cilat për arsye shumë e më shumë, të cilat presin dyerve, dritareve duke pritur fëmijët e tyre, që nga 2016 që janë larguar të gjithë kolegët e mi që kanë ikur jashtë. Për çfarë arsye? Për paga të cilat nuk paguhemi, nuk jepen licencat tona për arsye se duan të na mbajnë peng, por jo, ne nuk duhet të dorëzohemi. Sot më shumë, nesër më shumë, pas nesër dhe më shumë. Nesër më shumë. Nesër më shumë. Rama jepe dorëheqjen, Rama jepe dorëheqjen, Rama jepe dorëheqjen. O jam duket mua si jeni shumë energjik sot. Rama jepe dorëheqjen, Rama jepe dorëheqjen, Rama jepe dorëheqjen. Këtë dur me doja kur nuk mlindet fiste, kështu që gjithve në korë këndoni sa më shumë. Raman Burg Berisha Burg. Raman Burg Berisha Burg. Nuk qojni mirë. Raman Burg. Raman Burg Berisha Burg. Këto janë prova për marshim, këto janë prova për marshim. Fjallën e ka Edmond Çata, një nga aktivistët që ka qëndruar në